Nëse keni këtë bimë në shtëpi, jeni me fat, përdoreni në këtë mënyrë dhe trajtoni këto 3 probleme. Aloe vera është e njohur nga qytetrimet e lashta si bima e përjetësisë. Ajo ka një sër cilësi shëruese, disa prej të cilave mund të jenë vërtet të larmishme në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv, që përfshin polisaharidet, vitaminat, enzimat, aminoacidet dhe mineralet që nxisin përthithjen e ushqyesve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse nuk e keni ende një lule aloe vera në shtëpi, ju sugjerojmë ta mbillni, pasi përdorimet e saj do të ndryshojnë në pamjen tuaj. Nëse keni probleme me fytyrën si dhe organizmin tuaj, mund ta përdorni edhe për emergjenca si gërvishtjet, prerjet dhe probleme të ndryshme. Aloe vera është e pasur me vitamina esenciale të rëndësishme. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12, e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ky është një lajm shumë i mirë për vegetarianët, të cilët shpesh nuk marrin sasinë e duhur të vitaminës B12, sidomos pas një diete të dobët ushqimore që ata kanë. Të tjera studime kanë treguar se të marrësh aloe vera mund të ndihmojë në disponimin biologjik të vitaminës B12, që do të thotë se trupi juaj do të përthithë më mirë dhe do ta përdorë atë më kollaj. Kjo mund të parandalojë edhe mungesën e vitaminës B12 që trupi juaj mund ta përthithë. Ajo mund të parandalojë mungesën e këtyre vitaminave mjaft të rëndësishme. Aloe vera është një burim i mirë i vitaminës A, vitaminës C dhe vitaminës E, acidit folik, kolinës, vitaminës B1, vitaminës B2, B3, gjithashtu dhe B6. Aloe vera është e pasur me aminoacide esenciale të rëndësishme në dobi të vlerave të shëndetit. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore që kërkon trupi i njeriut. Ajo përmban gjithashtu acid salicilik që lufton inflamacionin dhe bakteriet dhe përmirëson ndjeshëm organizmin tuaj në tërësi. Aloe vera është e pasur me minerale cilësore. Aloe vera përmban shumë minerale duke përfshirë këtu: kalciumin, magnezin, zinkun, selenin, natriumin, kromin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Të gjitha këto minerale bashkëpunojnë për të forcuar kështu rrugët tuaja metabolike, duke lehtësuar edhe komplikacionet e shëndetit. Aloe vera është një bimë shumë e pasur me enzima. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme siç janë për shembull amilaza, lipaza dhe ndihmon në tretjen duke shpërbërë dhiamin dhe molekulat e ndryshme të sheqerit. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e recetave tuaja ndihmon në reduktimin e inflamacioneve dhe përmirëson ndjeshëm shëndetin tuaj në tërësi. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit, dhe përdorimet e saj me kujdes do të luajë një rol të veçantë në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit do të luftojnë radikalet e lira në trupin tuaj duke i neutralizuar ato dhe duke parandaluar të rëndojnë gjithashtu organizmin tuaj. Mosha e bimës aloe verës ka një rëndësi të veçantë. Ndaj, ajo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë kundër radikaleve të lira. Sa më e vjetër të jetë bima aloe verës, aq më e dobishme është ajo për shëndetin tuaj në tërësi. Aloe vera është një bimë praktike që mund të ndihmojë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekullim me tretjen. Veçanërisht këto enzima që ndodhen te aloe vera ndihmojnë gjithashtu në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave, të cilat mund të shkaktojnë edhe probleme të ndryshme të tretjes. Aloe vera është një bimë praktike që ndihmon gjithashtu edhe fal aminoacideve thelbësore. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut? Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme. 8 të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimeve. Aloe vera ndihmon që të keni gjithashtu edhe një lëkurë më të shëndetshme.
Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës. Minerale kyçe të tilla si kalciumi, kromi, bakri, mangani, hekuri, fosfori, natriumi, zinku që gjenden te bima e aloe verës. Ndaj përdoreni këtë të fundit me kujdes për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni për erë të reja. Aloe vera është një bimë praktike që mund t'japë përfitime të mira edhe kundër shqetësimit të akneve. Për shkak të përmbajtjes së lartë të mineraleve, disa prej të cilave janë edhe zinku, ka një rol kryesor në produktet e bukurisë. Aloe vera mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në zhdukjen e këtyre komplikacioneve. Ndaj përdoreni këtë bimë në përditshmërinë e recetave tuaja dhe rezultatet që do të merrni në fund do t'jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Aloe vera përmban shumë enzima dhe gjithashtu një në veçanti është shumë e rëndësishme për të luftuar probleme të ndryshme që i kanosen shëndetit tuaj. Kjo quhet iskinase dhe ndihmon gjithashtu në zvogëlimin e inflamacionit të tepërt kur trupi juaj ka edhe këto probleme. Enzimat që gjenden te bima e aloe verës mund të luajnë një rol çuditërisht shumë të mirë në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdorimi me kujdes i kësaj bime në mënyrë të rregullt në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Aloe vera është një bimë praktike e cila mund të ndihmojë gjithashtu lëkurën tuaj që të rigjenerohet më shpejt. I ftohti shpesh shkakton acarime dhe probleme të qelizave të ndryshme të lëkurës, duke sjellë kështu edhe dëmtimin në hapjen e pjesëve të ekspozuara të saj. Faza e këtij dëmtimi fillon që nga lëkurat, të cilat krijojnë formacione të lëngshme, dëmtohen dhe përfundimisht stresa e sipërme e lëkurës mund të rezultojë edhe në gangrena. Aloe vera ul nivelin e lëndëve që shkaktojnë këto dëmtime. Ndaj përdorimi i saj me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Aloe vera është një bimë me veprime të mira antiinflamatore, që prej vetive të pabesueshme që ka në lehtësimin e inflamacioneve, aloe vera është një bimë shumë e mirë praktike në rigjenerimin më të mirë të lëkurës. Ekspertët zbulojnë se aloe vera është një bimë shumë e mirë edhe në rritjen tuaj cilësore të flokut. Aloe vera do të ndihmojë në rritjen e flokut të shëndetshëm, duke rritur qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës, duke i dhënë kështu një rigjenerim më të mirë ushqyes skalpit dhe duke evituar komplikacionet. Enzimat përbërëse që gjenden te aloe vera japin mundësinë që të ofrojë lëndë të dobishme në balancimin e pH-it në kokën tuaj. Ajo do të reduktojë gjithashtu edhe nivelet e sheqerit në trup. Ekspertët tregojnë se bima aloe verës është një ndihmëse shumë e mirë në rigjenerimin e shëndetit. Ajo është e pasur me vitamina dhe minerale. Aloe vera përmban një sër vitaminash dhe mineralesh që veprojnë kështu si antioksidant, përfshirë vitaminën A, vitaminën C dhe vitaminën E, të cilat do të ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës tuaj dhe trupit nga stresi oksidativ. Gjithashtu përmbajnë minerale shumë të rëndësishme siç mund të jenë për shembull kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, kaliumi dhe zinku. Aloe vera do të lehtësojë shqetësimet tuaja të kapslëkut. Për shkak të efekteve laksative që ka, aloe vera mund të përmirësojë gjithashtu edhe lëvizjen tuaj të zorrve, duke lehtësuar komplikacionet dhe duke sjellur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e recetave tuaja do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të lëkurës. Ndaj përdoreni këtë të fundit me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të ofrojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin e përgjithshëm. Sipas Cleveland Clinic, përdorimi i saj me kujdes mund të jetë një nxitje shumë e mirë edhe e shëndetit tuaj në tërësi. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.